kontakte, vetë po e themi dhe këtë e dinë edhe publiku dhe ne, në kontakt me histori shumë të forta, njerëzore dhe dhimbje, lot, shpesher edhe gëzimi, por edhe hidhërimi, të kanë bërë më të fort për t'i përballuar sfidat e tua të jetës, apo të ka bërë më të ndjeshme? Si e shikon veten? Këtë nuk di ta them, nëse duhet jeme sinqert, kjo punë vërtet më ka mësuar shumë gjëra për të përballuar situata të ndryshme, por ndonjëherë ne jemi këta që jemi. Dhe besoj që karakteri ndryshon ndër vite, por ndonjëherë ca gjëra janë të rrënjosura në ADN-n tonë që nuk ndryshojnë. Dhe besoj disa gjëra, dobësitë e mia që mundohem kur mos t'i shfaq në ekran, në zyrë, te kolegët, çdo kush ka dobësira. Unë mundohem të jem e fortë në këtë moment, këtu tregoj forcën time që njerëzit që kam afër mos të mësojnë dobësirat e mia. Jo se kam problem, thjesht unë dua të tregohem e fortë në punën që bëj. Nëse unë nuk jam e fortë përpara gazetarëve të mi, padyshim që edhe ata do zhgënjehen me rastet, me punën, me gjithçka. Por që besoj që më kanë ndihmuar, por jo në të gjitha drejtimet. Satisfaksioni, çfarë kënaqësie t'jep ty kjo punë? Sepse po bën një gazetari të vështirë, që është një gazetari insistuese, këmbgulse, që do me patjetër ta çoj deri në fund të rastin për të marrë atë shpërblimin dhe kënaqësinë dhe shpresën që u jep njerëzve. Kënaqësitë janë shumë të mëdha. Më dole tek shpresa. Më shkthyer tani në një fobi kjo pjesa e shpresës. A do ta zgjidh rastin? Ma beso. A do rrahatohet familja? Kur ne risjellim një histori, personat e humbur trajtohen ditë pas dite në emisionin Pa Gjurmë, që do të thotë ne nuk bëjmë vetëm një emision. Misioni jon vazhdon. Prindrit e një fëmije të humbur mund të vinë disa herë në studio. Dhe ma beso, kur gazetarët e mia i telefonojnë që duhet vini nesër në studio, ata momenti që vinë në report, ju shkëlqejnë sytë sepse mendojnë që kam rritur një informacion. Dhe ajo shpresa që do na japësh një lajm të mirë, mua më shkthyer në fobi tani, sepse raste ndonjëherë sillen në fokus, në vëmendje, për të marrë informacione, jo gjithmonë kemi informacione, dhe kjo përballja ime me prindrit që kanë fëmijë të humbur është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë kur ne realizojmë emisione, se gjithnjë më pyesin, edhe para se të fillojë emisioni, dhe pasi të mbaroj emisioni, a kam rënë ndonjë informacion, ndoshta nuk do ta japësh në transmetim live, ka diçka që do të na i tregosh. Janë momente shumë të vështira. Këto janë momentet më të vështira në punën time, kur jam përballë prindërve. Ka histori që të kanë mbetur në mendje, që këto historitë e Pa Gjurmës ty të kanë lënë pa gjumë, dhe ku unë këtë do veçoje ti nga historitë? Ka plot, Niki, ka plot histori. Për shembull, vetëm përpara 2 ditëve, unë trajtova një histori, po marr historinë e fundit, historinë e një gruaje që kërkonte nënën, kërkonte djalin, ishte një nënë që kërkonte djalin penguar prej 3 vitesh nga bashkëshorti. Një konflikt, një shumë i madh mes çiftit, ka pasur tradhti, mos të hym këtyre detajeve, dhe sot kur unë jam ngritur në mëngjes dhe kam hapur mesazhet dhe kam lexuar se si ka reaguar pala tjetër, pra e ish bashortit, është të vëzhduar në kokë. Kështu që ka momente të vështira, por momente dhe të bukura që ti kërkon prej meje ti tregoj, është që dhe një mesazh që të vjen në Instagram dhe të falenderon për një emision, të falenderon për një informacion, një nën që të sjell një përqafim. Dhe një prej tyre, një nga historitë që mund të themi është ndër më të gjatat, më insistueset, më këmbgulse dhe nga ana jote shumë mediatike, nëna e Bleon Amatës, pra një nga historitë më të forta dhe që ka tërnditur një opinion të tërë publik dhe që është një rast ende i pasgjitur apo jo. E vërtet, historia... Që sigurisht që ti e ke sjellë her pas here, por përpara se të më japësh komentin tënd, vetë nëna e Bleon Amatës, Bukuria, zënja Bukuria, ka zgjedhur të falenderoj dhe japse, ligje. Zëma një nane dhe me thanë ngulmon që të gjinë drejtën e fëmijës, se që thot tani 15 vite nuk është e lehtë të mëngoje fëmija 15 minutë të është merë, jam 15 vite, dua drejtësi. Unë dhe tash jam gulfat me ngënjështra. Atë parë në këtë shtetë, atë parë në shtetë, unë si na nuk kam reshtë, është qofë në rrugë private, apo qofë në rrugë shtetërore. Unë o ditën e falenderoj një herë për punë e palodhër një, për përgjësi që ka marrë tepër për Bleonën di, dhe juroj fat, inshallah të kemi fat dhe të gjim Bleonën, fat për nësë ditës së palodhër. Për unë, pavarësisht se kam shumë dhimbje keqardhje, unë si nan e ndjej një dhimbje jashtë mase dhe një zemër të lënduar jashtë mase, por përsëri, kur të mendoj kam një ngërci se një ditë do t'i vjen një dita, momenti, sekonde që do të më pritë.
Një zemër nëne që nuk insiston pak, por gjithë jetën e saj për të gjetur vajzën, edhe të shojnë tamam si dritën e syve, a ka ndonjë informacion të shkruan shpesh dhe Unë me Bukurien jam vazhdimisht në kontakt, duke ditur që kohët e fundit ne kemi sjellë në vëmendje historinë e Bleon Amatës, informacione që kanë britur, jemi në kontakt të vazhdueshëm me nënën e Bleonës dhe është një histori që e the Niki është bërë shumë mediatike, ka një impakt shumë të madh, mjafton vetëm foton e Bleonës të nxjerrësh, plasin telefonatat, edhe mesazhet, edhe komentet, është një ndër historitë më të vështira, ka shumë pikpyetje të mëdha dhe pse ka informacione. Pra nuk është një histori që nuk ka informacione. Unë sa herë që trajtoj këtë histori, vijnë informacione, hapen pista të reja, e vështirë për të zbuluar e vërteta. Unë e kam thënë edhe në programin tim nëse gjatë moderimit të Pagjurm Odeta Dume do e gjej Bleon Amatën, unë do jap dorëheqje nga ky program. E kam thënë këtë gjë dhe uroj dhe shpresoj që ajo nën një ditë të mësoj të vërtetën për të bien. Se nuk ka më dhimbje më të madhe.